që ka qenë larg prej komunave me madhësi të Gjakovës, shumë larg. Tash jemi me 7.4 dhe jemi e treta, mas Prishtinës dhe Prizrenit. Ta tregon ndjenjen e njerëzve, ta tregon qarkullimin, se nuk ka qenë lehtë me trefishu të hyrat për 8 vjet, për 7 vjet në fakt, ose 6, për 6 vjet, për shkak se neve nuk na ndikon të vëshëja ose rritja çmime, nuk na ndikon në hyra. Tatimin pronë e kemi hyrën më të madhe që e majmë në minimum, hyrat prej qerave, hyrat prej taksave të ndërtimit. Këto janë çka e mushin buxhetin e Gjakovës, ose investimet kapitale prej 3 milionëve. Vitin e kaluar kemi përmbyll me 17.4 milion që prapë është komuna e tretë në Kosovë, me total të investimeve kapitale vetaneake, edhe nuk e di që kanë përfundu me realizueshmëri komuna tjera, mundet me qenë edhe manual. Këto tregojnë për iniciativë qytetare, dhe kjo është ajo që ka mu më bën mundi mas miri. Nuk çështja vetëm se a ka ndodhur krena, hyrje dalit e qytetit, Lukaci, qendra qytetit. Këto janë tepër të rëndësishme, se e kanë dhënë një nxitje të qytetarët. Amo kur i shesh shifrat, atëherë veç e shet që diçka ka ndodhur me Gjakovën, edhe kjo mu më bën mundi tepër mirë. Çka do me ndodh mandatin që vjen, duhet me u përfundu disa projekte tepër të mëdha, edhe unë e them kështu gjysëm filozofikisht, quasi filozofikisht, duhet me i vënu gurt e rrugës